Ka kaluar një vit që kur Irfan Ramadani nisi punën si ciceron në muzeun e masakrës së Krushës së Madhe. Ai është përgjegjës për hapjen e muzeut çdo mëngjes dhe mirëpret vizitorët që vijnë çdo ditë. Për të është një përvojë e rëndë dhe e dhimbshme të ndajë historinë e masakrës ku civilët e pafajshëm u vranë në vendlindjen e tij. Pavarësisht se tash e një vit ai tregon çdo ditë historinë e këtyre ngjarjeve, Ramadani thotë se dhimbja është po aq e thellë dhe emocionuese si në ditën e parë. Këtu jemi në fshatin Krushën e Madhe, është masakra më e madhe në Kosovë. Këtu është muze që një vit i ban tani me 26 mars në përfitojnë e masakrës. Si fillim se i presin çdo vizitor që vjen dalim me presim jashtë prej dyrave, i shoqërojmë nëpër shkallë e ndalojmë tek dera e hymjes këtu në muze. Para se të hyjmë në muze e kemi bërë një çfarë ndarje jashtë është dritë, mbrapa është terr, është errësirë muze, është ajo ftofja aty në ditëve të errta që kemi përjetuar si vollat që ditëve të masakrës. Por se aty ne i bëj këtu shpjegimin e 241 personave të masakruar të fshatit, për 241-ve 155 civil, 22 dëshmor, gjatë katët zhdukun, për ty në 100 trupa të djegun. Jenë 7 fëmijë, 5 gra, një për ty në 7 zanë. Edhe janë disa krematoriume ku vazhdojmë në pjesën tjetër të shohim, po të kësaj është pjesa historike këtu në anën e majt, kur shihet. Pjesa historike është televizioni më afër, 200 fotografi të jetës së para luftës, 200 fotografi është komunikim, e quajmë antropologji vizuale në profesion, komunikimi i syrit, edhe është kronologjia e shkurt e fshatit për vitit 45 deri në 99. 45-ën kur shkon Lena Qeja më vonë, për ndeshja ku i kemi një person, artefaktet e një personi që është burgos për 15 vite burg, Nezir Hoti, së bashku me disa të fshatit, Isuf Dollova, disa tjerë, e ka majt lidhjen e dytë të Prizrenit në fshat. Është burgos me 1950-ën, ka vujt 15 vite burg, në vitin 1988 ka vdek në aksident rrugor. Aksidenti ka qenë qëllimshëm apo nuk ka qenë aty nuk e dim. 47-ën është vujtja e uris gjithë kombë shqiptar kur kanë mbledh millin në Magje, ish poshtuesit të atëhershëm. Këtu më kujtoi kur gjyqim thoshte që vetëm ushqim ka qenë për fëmijë që e kanë servu, vetëm ushqim ka qenë bari i ngjomë i ledinave ose levave që e kanë mbledh. Edhe shumica në atë kohë kanë flejt fëmijët që e kanë und, kanë flejt duke kujtu, duke i prit patatët, duke zi në tenxhere, e për fat aty ka pas veç guar duke burbullu vlimi i guarve, ashtu i kanë zënë gjumit nesin që und. Rroba, orë e gjësende të ndryshme të vrarëve në masakrën e Krushës së Madhe, familjarët i kanë dërguar në këtë muze. Kjo është kanë dhe i pjesës së masakrës, bashkë me një kanë tjetër. Këtu është një qebe një djaloshit 9 vjeçar, post merret të traumës se ka përjetuar ato ditë të vështira të luftës. Në memorien e tij është regjistruar gjithë traumat, po edhe ditë me shi kanë qenë. Ethet kanë filluar pe shiu dikush i ka në ndim, ja ka dhënë këtë qebe dhe ai djalosh falë kësaj është gjallë, si kur një shpresë që shihet, si kur zogu kësaj vajtë që ka në qebe. Këtu janë këpust e Shani Hotit. Shani Hoti për me ble, veç në bath e para lufte ka qenë kogja shumë e vështirë. Këpust e ble me i lanë në shtëpi, thotë se festa Bajramit ka qenë afër për të festu Bajramin, këpust e reja. Gruaja e tij ka thonë merri këpust se nuk i dihet kohës. Shaniu ka thonë qetësohet koha, vi vesh i këpust dhe festoj. Shaniu në vranë luftë këpust metën të paveshur asnjëherë në shtëpi. Këto i ka dhëruar djali i tij, Ljotrimi. Ky është vllau i Shaniut Refkiu. Këta dy e kanë vranë edhe babën Fetahun. Refkiu këtë kapuçe ka pas në kokë kur e kanë vrarë po dhe letën e ftimit në xhep ku shihet pjesa e gjakosën e letën e ftimit. Kur sa atje nalt, e kemi një xhaket zbashku me orë ose setër, është e men të shalës, një 22 vjeçar i masakruar, e vetëm pasur një materiale ka me këto që kanë në muze. Këtu është një orë e Musli Veselit, mësus Musa, që e quajmë fshat. Ka qenë strehuar në Gafc me një fshat afër, ja 3 kilometra për këtuit. Në atë shtëpi ka qenë strehuar dhe zotin e shtëpisë, do më këtë gjuhin forcat serbe në Gafc, granata e mbyt zotin e shtëpisë, kurse Musli Veselit, muri i shtëpisë janë zanë dorën, dhe thënë gjamin e orës,
ora nalët në 2:05 minuta, me 2 prill natën e vetëm gjë që lëviz, ka qenë dita prej të premtës deri në të martën dhe është ndalu. Musli Veseli 22 vite ma vonë, të njëjtën orë ndron jetë në 2:05 minuta. Kjo është pjesa e cila mori që fletë, janë 155 fotografi të 155 civilive. Për 155 i kemi 33 misafirë që s'janë të fshatit tonë, për misafirë tjerë. 13 për misafirë i kemi të pa identifikun, nuk e dim kush janë. Kërë kanë bo ato sinon miku, atëherë nuk ka dhënë regjistër, nuk kemi në regjistër. Për këtë këtyne personave, e veçojnë një, që ka qenë për 5 grave që tha ma herët, është Arlinda Imeri, që ka qenë shtatëzan me 2 fushë në barkë, e kanë masakru. Aty afër Arlindës është Azemine Dera, cila ka qenë strehuar në gacë, bjen granata e këtë komën 3 orë jeton, edhe pas 3 orë vdes. Këtu më nalt është një mushuar, Alisa Krasniqi, ku ka ndjekë për së gjallë një rëmurke traktorit në pranit të fëmijëve dhe të familjarit vetë. Për këtë këtyne gjithve i kemi edhe 3 persona që janë jetë shëndoshme ndërisht, është Gjevgjet Duraku, Ilaz Duraku dhe Begjet Selmani. Edhe këta nuk i kanë kërsy për masakrim. Kjo është kandi i pejsazhit kujtesës, janë pikat, 8 pikat që kujton popullatën masakrën, 8 venat ku i kanë masakru personat. Për këtyne 8-ve që nuk i kemi të gjitha që jemi duke e bëhe pjesën tjetër me pas, për këtyne që i kemi këtu, i veçen 2, është kremeterum i parë, ka qenë një ahur aty mbi xhami, disa shtëpi më nalt mbi xhami. Në atë ahur janë masakruar 19 deri 20 ose 22 civil persona. Të gjithë pos masakrimit janë të maltretuar një herë, masakruar edhe janë të djegun. Vetëm një person i ka mbjetur kremeterumit parë është Selami Elshani, fshatit Reti, cili është akoma gjallë, edhe punon ashtu i djegun me dur, të djegura. Është edhe kremeterumi i dytë, në këtë shtëpi të masakruar, të maltretuar, të dhunuar, janë shkon numri 40 deri në 60 persona. Tek këto shtëpit, pos masakrimit edhe flakën e kanë vugu, e kanë mush me dujt të tallës, që quajmë, me tallë të barishte, e kanë mush edhe e kanë djegë të gjithën. Deri vonë, muret e kësaj shtëpie kanë pas ynyrën e trupit të njerit, i cili objekt është akoma që mbjeton kohës. Gjoja e parë që merr vëmendjen e secilit vizitor brenda këtij muzeu është zhurma e shiut. Me shi ishte dita kur ndodhi masakra. Adriana, para se të afrohemi të kjo shufer hekër, që është si lloj pengese që i kemi vendosur në muze, ku të afrohesh e dëgjon një zhurmë të shiut, është improvizimi i ditëve me shi që ka qenë ato ditë luftës. Po kjo shufer, ku të vazhdojmë këtë historinë e kësaj shufre, këtu ka të bëjt lidhje me peisazhin e kujtesës që i kemi mbrapa. Këtu është bëndarja e burrave dhe grave. Gratë kanë qenë të lira për me tu burrat në masakrim. Tek burrat ka pas 18 dhe 65 vjeç që shkuan në masakrim. Ka pas edhe 18 ata djemë të ri që në të rritën të zhvillu me shtatë, ata i kanë marrë në masakrim. Këtë rrugë, ku të kalojmë ne dëgjonu shtimin e shiut koxha shumë, këtë rrugë pak pa i mbush 8 vjeç, e kam hes 1 kilometër e gjys në kam, në përshi baltë, lloç balte, pak pucë veç me qërape, po për fatin ka nanën e grave. Gjithmonë në kujtes kthehet ai pjesë feministe e luftës që ka pasur dhonë, pas dhonë fizike që të fëmijës ka pas dhonë fizike, po ka pas dhonë psiqike. Se gjithmonë të bërtit, ne për ata jemi konë si formë lecke. Kur ta hek robën, që e në shpi, je i lodhë nuk mund është as me palos, veç e hullë, ashtu dhe na jemi konë fëmij për ta. Ashtu që veç i ka kapë, ka hullë, është bërë hipja që jemi lëgu për fshatit, kur na kanë vendosë me një kamion për më largue, veç na kanë kapë. Sikur një thej si diçka e vogël në kanë gjujt ashtu.
Këtu është ka ndaj shpresë se kthehemi në jetës, madje se masakra ka dashur një shpresë, një fuqi për me mbjetu, më kthy, me punu, me fillu ose rifillu jetën, pa marrë parasysh për dhimbjes madhe për plagëve që akoma i kemi, jo vetëm atëherë që i kemi pas ndaluar. Këtu mbrapa me në anën e djathtë janë fotografitë, janë 3 fotografi të mëdha. Është dita e Agrofestës, është një festë bujqësore që mbahet për çdo vit në javën e parë, në fundjavën e parë të Gushtit. Është dita e shkollës dhe 28 nëntori. Aty për Agrofest gjithë prodhimet bujqësore shfaqen të fshatarë, bashkëfshatarë dhe të vendosëve të tjerë, të fshatët e tjerë që i binë dhe i qesin në pa. Ki mundësi me ble, po edhe ushqime të papagesë disa. Po gjatë kalimit të muajve kemi pas vizitorë të ndryshëm, ku prej disa grupa UNICEF ka qenë edhe gajdeksi. Personat e gajdeksit, cilët janë edhe i trajnu të gajdeksi, ka qenë edhe originali. Aty njoftimi me gajdeksin si udhërëfys, duke pa rolin e tyne, më kanë afru, dhe më thonë si profesion, duke pa shfaqen e tyne në interes të popullatës, se gajdeksi e lunë rolin e administratorit, të trashëgimisë, të turizmit. Në këtë masakër u vranë 155 civil, 22 ranë dëshmor e 64 janë ende të zhdukur. Muzeu i masakrës së Krushës së Madhe u hap në mars të vitit të kaluar.